Një shpërthim me lëndë plasës e fatmirësisht vetëm me dëme materiale është regjistruar në një servis në fshatin Shelqet. Sipas informacioneve paraprake nga policia, rreth orës 00:40 të datës 11 janar 2026, shtetasi Aurel Filipi, banues në fshatin Shelqet, ka njoftuar autoritetet se ka konstatuar të dëmtuar derën kryesore të subjektit të tij në një servis privat. Më njëherë pas njoftimit në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet e nevojshme për zbardhjen e plotë të rrethanave. Nga kçyrja paraprake e vendit të ngjarjes, dyshohet se në ambientet e jashtme të servisit është vendosur lëndë plasës e tritol. Si pasojë e shpërthimit, nuk ka persona të lënduar, por janë shkaktuar vetëm dëme materiale, kryesisht në derën hyrëse dhe pjesë të strukturës së objektit. Policia po punon intensivisht për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve, si dhe për zbardhjen e motiveve që quhen në këtë ngjarje. Ndërkohë, një 24 vjeçar është ndaluar nga policia e Shkodrës. I riu është ndaluar pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për veprat penale plagosja e lehtë me dashje dhe futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionet e ekzekutimit të vendimeve me burgim, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë, ndërsa specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vauidës ekzekutuan vendimin penal për një shtetas 33 vjeç banues në fshatin Melgush, pasi gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër e ka dënuar me 2 muaj burg për veprën penale të drejtimit të mjetit në mënyrë të parregullt. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.